Kryeministri Hristijan Mickoski e ka shpallur të mbyllur temën e ndryshimeve kadrovike në qeveri me koalicionin Vlen, pas propozimeve të djeshme për emërimin e Bekim Salit në pozitën e ministrit për çështje europiane dhe Muhamet Hoxhës në pozitën e ministrit të mjedisit jetësor. Tani për tani me këtë mbyllet, ministrat e rinj të punojnë me përkushtim, ndershëm dhe të punojnë në interes të qytetarëve, tha Hristijan Mickoski, kryeministër. I pyetur se në cilin pozicion do të emërohet Orhan Murtezani pas ndryshimeve të fundit, do të duhet të lëshoj pozitën e ministrit. Kryeministri tha se është i kënaqur nga puna e tij, megjithatë tani për tani ka prioritetet të tjera. Nuk kemi biseduar për emërimin e ardhshëm të Orhan Murtezanit. Unë jam jashtëzakonisht i kënaqur me atë që deri më tani ka punuar. Pres që edhe më tej bashkëpunimi ynë të vazhdojë në vend tjetër, por tani kemi prioritete më të ndryshme në këtë periudhë, deklaroi Hristijan Mickoski, kryeministër. Shkarkimi i Murtezanit në kuvend pritet të ndodhë në njërin prej seancave mes 15 dhe 18 dhjetorit, ndërsa në po të njëjtën seancë pritet që të votohen ministrat e ri si Sali dhe Hoxha. Lidhur me çështjen e mungesës së Badinderit nga ana e shumicës parlamentare dhe mundësinë e zgjerimit të saj me deputet nga opozita shqiptare, Mickoski u shpreh se nëse shihet nga prizmi i miratimit të ligjeve reformuese, nuk ka nevojë, me që çdo deputet duhet të votojë për ligjet reformuese që marrin dritë jeshile nga Bashkimi Evropian.